Tani Vjolla do flasim pak për dy produkte kinematografike. Një në kuadër të dashurisë tani sim. Okej. Megjithatë si vite kam përshtypjen që Snobi shkoi herët, pavarësisht që po shfaqet tani. Snobi, po, ne kemi po çka ka ndodhur? Ja kemi hapur dyert që Snobi të dalin në YouTube. Më pse është regjistruar 2021-shin dhe ç'po jepet tani? Se nuk e kam kuptuar realisht. Snobi ka qenë një realizim midis Nilor Film dhe Annabelle Entertainment në rastin konkret. Ka qenë një bashkëpunim mes nesh, meje, Redi Treni që është regjizori dhe Dalina Bozit që është skenariste dhe bashkëproducente në kam përshtypjen nuk është bashkëpunimi i parë ky Hostel by Annabelle duhet të qenë jo, dikur në një moment kemi bashkëpunuar pak në Hostel by Annabelle, po nuk ka qenë ai në fakt qëllimi im, unë duke qenë se Dalinës gjithmonë në një kuptim ja kam admiruar të shkruarin e skenarëve dhe mënyrën e vet ose qasin që ajo ka ndaj botës, po ta quajmë kështu. E kam thënë që nuk është Hostel by Annabelle gjë që unë dua të bëj. Nëse do që të bëjmë diçka, shkruaj diçka që është më interesante dhe ajo më pati thënë që po, e kam diçka interesante, po ngeli thjesht një bisedë derisa mbritëm momentin që i hym detit me këmbë. Për Snobin dhe i mbrim tek Snobi, ky momenti ku shumë këmbë pan një det dhe thanë okay, mund ta kalojmë këtë det në këmbë. Okej. Cila ishte pika më e thellë Olsi? Shiko, sa në det dhe prandaj është shpreha e hyn detit në këmbë, që sa më shumë shkon aq më thellë bëhet. Okej. Dhe në këtë në 2021 ne nisëm si pilot, si një film për ta hedhur në YouTube. Dhe seria e parë dhe e dytë kanë qenë pak a shumë një lloj piloti i filmit dhe nuk është i xhiruar në kontekstin e kinematografisë i filmit. Dhe pastaj kuptuam që kjo gjëja mund të shndërrohej në një gjë kinematografike, në një gjë të mirëfillt, një film, më fal, një serial që ka të gjithë parametrat e vet të një filmi. Dhe këtu dhe lindi pasaj ideja që po mund të shkoj edhe të flisja me Top Channel dhe të merre një lloj okay për tyre që kjo gjë mund të merrte një airtime që transmetohej një herë në javë. Dhe prej aty pastaj filloi le të themi në gjatë 2022-shit ne xhiruam të 8 seri të tjera që fillon nga seria e 3 me radhë, e cila na mori më shumë se 80 ditë xhirimi nga 16 orë në ditë. Më shumë se sa kilogram ke humbur gjatë asaj kohe? Po, se di. Nuk janë kilogramat ato që më shqetësuan se sa shumë gjëra të tjera që u mbet gjatë asaj periudhe. Më shumë se po para nerva dhe për shkak mund të them që janë mbi 600, i kam të fiksuar në kokë, janë 654 skena, janë më shumë se 86 lokacione të ndryshme në të cilat duhet të xhirosh. Më shumë se 300 sa figurantë etj etj etj. Cila është ideja e Snobit? Ideja e Snobit është le të themi një trajtesë e realitetit të trinjve në Shqipëri. Është një teen drama, nuk është një teen drama, është një po e quaj trajtesë, që mos ta quaj trajtim, është një trajtesë, tamam kjo fjalë i ri, se si është le të themi jeta e disa të rinjve që janë të rinjt e babit dhe mamit pasur me 2-3 që kanë vinë nga hallet të tjera shqiptare që duan dy realitete që përplasen. Dy realitete që përplasen që në ndërmjet tyre kanë ngjarje të ndryshme, të cilat zbulojnë në një kuptim realitetin ton, që këto fëmijët e babit pasur sigurisht që zbulohet se çfarë bën babai apo një apo tjetër dhe sigurisht edhe vështirësitë që kanë fëmijët që nuk vijnë nga familje të pasura dhe se si janë të detyruar nga njerë që për hir të arsyeve të caktuara të jenë të detyruar që të hyjnë në rrethana apo grupe të caktuara njerëzish që mund të janë dhe grupe kriminale. Filmi nuk u dha në top. Filmi është dhënë në top. A është dhënë në top? Është dhënë në top. Kam parë, po, ha? Dhe një nga arsyet pse ne nuk e kemi nxjerrë këtë gjë në YouTube është sepse kemi dashur që të vazhdojmë Snob 2. Të vazhdojmë sezonin e dytë të Snobit. Çfarë ndodhi? Cila nuk është se ndodhi gjë, por që koha kalon edhe nuk është se ne kemi hequr dorë nga realizimi i sezonit të dytë të Snobit. Dalinën tani e kemi parë të angazhuar me projekt tjetër. Por që jo, kjo nuk e bën kjo nuk e pengon Dalinën që të shkruajë
një seri të tjera serish, skenaresh. Por që ajo që na pengon neve të gjithëve është mungesa e fondeve për të realizuar një gjë të mirë, sepse këtë serial ne kemi realizuar përveç se me ndihmën e miqve dhe njerëzve që kanë besuar te ne, që na kanë mbështetur në një formë apo në një tjetër, një pjesë të mirë të saj kemi realizuar nëpërmjet fondeve tona, nëpërmjet lekëve tona, apo njerëzve që janë angazhuar pafundësisht duke qenë dhe duke u ndier të nënpaguar vetëm sepse të gjithë bashkë kemi ndarë një pasion.